Jemi rikthyer sërish në studio, ndërsa vijojmë të qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt për të vijuar më tej edhe me një tjetër temë diskutimi, por para se të prezantoj panelistin e parë, do njohim një herë me zhvillimin kryesor deri në orën 9. Qeveria vendos të rihap TikTok që u bllokua një vit më parë pas vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani nga bashkëmoshatari i tij pas një sherri në rrjetet sociale. Kryeministri Rama kishte deklaruar se platforma do të rihapej pas bisedimeve me drejtues të TikTok për të forcuar filtrat dhe masat e sigurisë për të rinj. Pritet të shihet se çfarë kushtesh do të ndryshojnë kur rrjeti të jetë i aksesueshëm. E-Portv siguron draftin e amnistisë penale nga e cila përfitojnë rreth 1400 të burgosur, lirohen burra dhe gratë që kanë mbetur pa shlyer nga 3 deri në 4 vite burg, por përjashtohen të dënuarit për vepra të rënda penale, vrasje me dashje, krimet kundër fëmijëve, mjedisit apo zgjedhjeve. Nuk amnistohet asnjë subjekt i SPAK dhe GKK. Ulje dënimi për burrat, gratë e fëmijët me përjashtim të dënuarve për krime në familje dhe vrasje ndaj funksionarëve publik ose të policisë. Pushohen hetimet ose gjykimi për 9000 persona. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Vatikan për takimin me Papa Leonin e 16. Kreu i qeverisë nisi vizitën nga Gjenazano në bazilikën e famshme ku gjendet shëmbëtyra e Zojës së Këshillit të Mirë mbi një copë të shkëputur nga muri i kishës së Shkodrës në vitin e largët 1467. Si shkruan në Rama që nga ajo kohë asnjë kryetar shteti apo qeveria shqiptare nuk kishte shkelur pragun e saj ku krah Zojës së Shqipërisë qëndron për erë dhe flamuri kombëtar, e ku kanë kryer vizita e rite thuajse të gjithë papët e Romës. Drejtuesi turq të kompanisë Kurum dhe çifti i kompanisë që eksportoi 2800 ton mbetje të rrezikshme janë në mesin e 13 personave që kanë arritur të shpëtojnë policistë dhe janë ende në kërkim. Nga 33 urdhër arreste vetëm 20 u ekzekutuan. Ata akuzohen për kontrabandë të madrave të ndaluara, ndotje të ajrit, falsifikim të dokumenteve dhe shpërdorim të detyrës. Mbi 200 ligje do të shqyrtojë Kuvendi i Shqipërisë brenda këtij viti që prekin sigurinë ushqimore dhe për afrimin e saj me standardet e vendeve të BE-s. Në Këshillin Kombëtar të Integrimit, grupet e interesit ngritën shqetësimin për tregtimin e qumshit në rrugë dhe ngritjen e pikave të grupëmëdimit në fshatra.